Zonja dhe zotërin përshëndetje, unë jam Jon Çeiku dhe ky është edicioni informativ. Në Tiranë, policia përdori gaz lotësielës dhe ujë me presion për të shpërndar protestuesit antiqeveritar para parlamentit. Protestat, të nxitura nga akuza për korrupsion në projekte ndërtimi, kanë vijuar për më shumë se një muaj dhe kanë përshkallëzuar tensionet në kryeqytet. Në Tiranë, situata është tensionuar sërish gjatë një proteste masive para parlamentit, ku qytetarët u përplasen me forcat e policisë. Policia përdori gaz lotësielës dhe ujë me presion për të shpërndar protestuesit, të cilët nga ana e tyre hodhen vezë dhe miell drejt efektiveve të rendit dhe disa deputetëve. Sipas mediave lokale, në përleshje janë plagosur 3 policë dhe 1 protestues. Për më shumë se një muaj, në kryeqytet po zhvillohen protestat të përditshme, të nxitura nga akuza për korrupsion të lidhur me projekte të ndryshme zhvillimi në zonat bregdetare dhe pranë zonave të mbrojtura. Qeveria i ka mohuar këto akuza. Fillimisht, protestat nisën kundër një projekti për ndërtimin e një rezorti luksos të lidhur me Jared Kushner, dhëndrin e ish-presidentit amerikan Donald Trump, por më pas janë zgjeruar duke përfshirë edhe projekte të tjera ndërtimore përgjatë Bregdetit. Protestuesit akuzojnë qeverinë se nuk ka bërë mjaftueshëm për të luftuar korrupsionin dhe për të përmirësuar shërbimet bazë si shëndetësia, ndërsa e konsiderojnë këtë situatë si një test për kryeministrin Edi Rama, i cili është në pushtet që prej vitit 2013. Ndërkohë, autoritetet kanë paralajmëruar se protestat të tjera priten në ditët në vijim, ndërsa tensionet politike në vend mbeten të larta. Një 44 vjeçar u nxorri gjallë nga rënojat e një qendre tregtare në Venezuelë, ku kishte mbetur i bllokuar për më shumë se 8 ditë pas 2 tërmeteve të fuqishme. Operacioni i shpëtimit u realizua nga ekipe ndërkombëtare, ndërsa mjekët e cilësuan mbijetesën e tij si një mrekulli. Pas më shumë se 8 ditësh i bllokuar në ndërnoja, një 44 vjeçar është nxjerrë i gjallë në një operacion që po cilësohej si një mrekulli. Hernan Alberto Gil, roje sigurie në një qendër tregtare në shtetin venezuelian të Laguarias, u shpëtua nga ekipet e kërkim shpëtimit pas një operacioni të gjatë dhe tepër të vështirë. Gil ndodhi në vendin e punës kur 2 tërmete të fuqishme, me magnitudë 7.2 dhe 7.5 ball, goditën Bregdetin verior të Venezuelës me më pak se 1 minutë diferencë, duke shembur ndërtesën në të cilën ai punonte. Në operacionin e shpëtimit morën pjesë ekipe nga Chili, Shtetet e Bashkuara, Portugalia, Meksika, Costa Rica, Venezuela dhe Salvadori. Sipas presidentit të Salvadorit, Nayib Bukele, për të arritur të 44 vjeçari, ekipet hapën 2 tunele të ndryshme për shkak të rrezikut të shembjes së mëtejshme të rënojave. Gjatë gjithë kohës, atij u sigurua ujë dhe lëngje përmes tubave, çka rezultoi vendimtare për mbijetesën. Bashkëshortja e tij, Guzbimar Gonzales, tha se për ditë të tëra nuk e dinte nëse ai ishte ende gjallë dhe e quajti burrin e saj një luftëtar për forcën që tregoi gjatë gjithë kësaj periudhe. Mjeku që e trajtoi më një herë pas shpëtimit deklaroi se gjendja e Gil ishte e qëndrueshme dhe cilësoi mbijetesën e tij si një mrekulli, duke vlerësuar gjithashtu punën e pandërprerë të ekipeve të shpëtimit. Ndërkohë, bilanci i fatkeqësisë vazhdon të jetë tragjik. Sipas autoriteteve venezueliane, më shumë se 2200 persona kanë humbur jetën nga tërmetet, ndërsa 10 mijëra të tjerë vazhdojnë të rezultojnë të zhdukur. Kombet e Bashkuara kanë nisur përgatitjet për menaxhimin e katastrofës, ndërsa ekspertët paralajmërojnë se numri përfundimtar i viktimave mund të jetë shumë më i lartë. Në Kiev, vullnetarët e Kyçit e Kuq Ukrainas ndihmuan në shpëtimin e të mbijetuarve pas një sulmi masiv me raketa dhe dron rus. Mes tyre ishte edhe Max, një dizajner grafik që nderoi punën e përditshme për të kërkuar jetë në rënoja. Në Kiev, pas një prej sulmeve më të mëdha ajrore të vitit, ekipet e vullnetarëve të Kyçit e Kuq Ukrainas u futën menjëherë në ndërtesa të shkatërruara për të kërkuar të mbijetuar. Sulmi, i cili përfshiu qindra dron dhe 10 raketa, goditi një ndërtesë banimi 9 katëshe, duke lënë njerëz të bllokuar në ndërnoja dhe duke shkaktuar viktima e të plagosur. Mes vullnetarëve ishte edhe Max, 43 vjeç, një dizajner grafik dhe artist, i cili prej vitit 2022 është bërë pjesë e ekipeve të reagimit të shpejtë. Ai thotë se kjo nuk është puna e tij e zakonshme, por një detyrë humanitare që e ka marrë përsipër vullnetarisht. Unë nuk punoj këtu, jam vullnetar. Kjo nuk është as pak puna ime, shprehet ai, duke treguar se në mëngjes shpesh largohet nga zonat e shkatërrimit për të vazhduar jetën e tij profesionale si dizajner. Në terren, ekipet e vullnetarëve, përfshirë edhe të rinj si Anet, 21 vjeç, dhe komandanti Taras Didenko,
veprojnë në koordinim me shërbimet shtetërore të emergjencës. Ata kontrollojnë ndërtecat e dëmtuara, nxjerrin të plagosurit dhe u japin ndihmën e parë në kushtet e rrezikshme dhe me rrezik të lartë shembjeje. Sipas tyre, çdo sulm paraqet sfida të reja dhe kërkon vendimmarrje të menjëhershme në terren, ndërsa trajnimi i vazhdueshëm është thelbësor për të shpëtuar jetë. Në këtë sulm, autoritetet raportuan dhjetra të vrarë dhe shumë të plagosur, ndërsa ekipet e shpëtimit punuan për orë të tëra në ndërnoja, duke kërkuar të mbijetuar mes errësirës, pluhurit dhe rrezikut të vazhdueshëm. Në një qytet që prej vitesh përballet me sulme të përsëritura, këta vullnetarë janë kthyer në një shtyllë të rëndësishme të reagimit emergjent, duke ndërhyrë jo vetëm në luftë, por edhe në çdo fatkeqësi tjetër që prek civilët. Mbi 2000 persona u evakuuan nga kampe turistike pranë Canet e në Roussillon, pasi zjarret e fuqishme përfshin zonën dhe dogjen anije të ankoruara në port. Zjarret e nxitura nga erat e forta përfshin edhe zona të tjera në jug të Francës, duke shkaktuar ndërhyrjen masive të zjarrfikësve. Në jug të Francës, situata është përshkruar si dramatike pas shpërtimit të disa vatrave të fuqishme zjarri që kanë përfshirë zona turistike dhe portuale. Në zonën e Canet e në Roussillon, mbi 2000 pushues janë evakuuar me emergjencë nga kampet përreth qytetit, pasi flakët u përhapën me shpejtësi drejt një porti aty pranë. Zjarri ka përfshirë edhe anije të ankoruara, të cilat janë shkrumbuar, ndërsa qielli është mbuluar nga re të dendura tymi të zi që janë parë nga kilometra larg. Zjarret u ndezën në orët e pasdites, rreth orës 14:00 sipas kohës lokale, pranë qytetit të Perpignan, dhe u përhapën me shpejtësi të madhe për shkak të errave të forta dhe kushteve të thata pas valës së fundit të nxehtit në Europë. Autoritetet franceze kanë angazhuar mbi 200 zjarrfikës në terren për të përballuar situatën dhe për të ndalur përhapjen e flakëve. Ndërkohë, sipas Ministrisë së Brendshme franceze, disa vatra të tjera aktive në rajon kanë djegur mijëra hektar tokë, duke e bërë këtë një nga episodet më serioze të zjarreve këtë sezon. Në qytetin portual të Marseille, 2 vatra të tjera zjarri në periferi kanë përkeqësuar më tej situatën, duke detyruar autoritetet të qëndrojnë në gatishmëri të plotë. Zyrtarët paralajmërojnë se kushtet atmosferike mbeten të rrezikshme dhe se erat e forta mund të favorizojnë përhapje të mëtejshme të flakëve, ndërsa ekipet e emergjencës vazhdojnë betejën për të mbrojtur zonat e banuara dhe infrastrukturën kritike. Në provincën Mukdahan, në Tajland, 8 murgj budist humbën jetën dhe mbi 20 të tjerë u plagosën pasi u goditën nga një kemoçin e drejtuar nga një 11 vjeçar. Autoritetet po hetojnë ngjarjen, ndërsa rrethanat e aksidentit mbeten ende të paqarta. Një ngjarje tragjike ka ndodhur në provincën Mukdahan, në Tajland, ku 8 murgj budist kanë humbur jetën dhe më shumë se 20 të tjerë janë plagosur gjatë një pelegrinazhi fetar. Sipas autoriteteve lokale, një grup prej 34 murgjish dhe disa besimtar po udhëtonin nga një tempull në një tjetër, kur u përplasën nga një kamionçin i drejtuar nga një djalë vetëm 11 vjeç. 5 prej viktimave humbën jetën në vendngjarje, ndërsa 3 të tjerë ndorruan jetë më vonë në spital për shkak të plagëve të rënda. Gjithashtu, 22 murgj dhe një besimtar tjetër mbeten të plagosur, mes tyre disa në gjendje kritike. Ekipet mjekësore po vazhdojnë trajtimin e të lënduarve, ndërsa situata shëndetësore e disa prej tyre mbetet e rëndë. Policia ka deklaruar se ende nuk janë ngritur akuza, pasi hetimet janë në fazë të hershme dhe rrethanat e aksidentit po sqarohen. Autoritetet shtojnë se fëmia nuk është marrë ende në pyetje, pasi ndodhet në gjendje shoku dhe nuk ka qenë i aftë të japë dëshmi. Ngjarja ka tronditur komunitetin lokal dhe ka hapur një hetim të gjerë për mënyrën se si një i mitur ka pasur akses në një automjet, ndërsa vendi përballet me një nga aksidentet më të rënda të viteve të fundit në këtë zonë. Tajvani zhvilloi një stërvitje të gjerë për të testuar reagimin ndaj një pushtimi të mundshëm nga Kina, një bllokadë ushtarake dhe një tërmet të fuqishëm. Manovra u zhvillua në një kohë kur Pekini po shton aktivitetin ushtarak përreth ishullit. Një pushtim ushtarak nga Kina, një bllokadë etare dhe një tërmet shkatërrues. Të tre këta skenaru simuluan njëkohësisht gjatë stërvitjes më të madhe të gatishmërisë që ka zhvilluar së fundmi Tajvani. Më shumë se 370 zyrtarë të qeverisë dhe forcave të armatosura morën pjesë në manovrën 2 ditore të zhvilluar në qarkun malor të Nantu, ku u testua aftësia e autoriteteve për të garantuar funksionimin e institucioneve dhe mbrojtjen e popullsisë në rast të një krize të shumëfishtë. Stërvitja përfshiu planifikimin e operacioneve ushtarake, rrëzimin një droni armik,
ngritjen e pikave të shpërndarjes së ushqimit dhe menaxhimin e pasojave të një tërmeti të simuluar me viktima, dëmtimet e infrastrukturës dhe problemet të rendit publik. Një pjesë e rëndësishme e ushtrimit ishte edhe përballja me luftën e informacionit. Autoritetet testuan mënyrat për të identifikuar dhe kundërshtuar dizinformatat e krijuara me inteligjencë artificiale, të cilat konsiderohen një element kyç në rast të një konflikti modern. Ministri i përgjegjës për organizimin e stërvitjes deklaroi se qytetarët duhet të jenë të vetëdijshëm për rreziqet dhe të përgatitur për të mbrojtur vendin e tyre në rast fatkeqësish apo sulmesh. Ndërkohë, sapo përfundoi stërvitja, autoritetet tajvaneze njoftuan se Kina zhvilloi një tjetër patrullim ushtarak rreth ishullit, duke angazhuar anije luftarake dhe të paktën 22 avion ushtarak. Nga ana tjetër, Pekini akuzoi presidentin e Tajvanit, Lai Ching-te, se po përshkallëzon qëllimisht tensionet. Stërvitja vjen në një periudhë kur marrëdhëniet mes Kinës dhe Tajvanit vazhdojnë të mbeten në më të tensionuarat në rajonin e Azi Paqësorit. Autoritetet iraniane kanë nisur ceremonitë mortore për liderin suprem Ali Khamenei, i cili, sipas këtij skenari, u vra gjatë sulmeve amerikano-izraelite në fillim të luftës. Regjimi synon t'i kthejë funeralet në një demonstrim masiv të unitetit kombëtar dhe mbështetjes për Republikën Islamike. Irani ka hyrë në ditë zije kombëtare, ndërsa në Teheran është ekspozuar për herë të parë arkivoli i liderit suprem Ali Khamenei. Ai humbi jetën gjatë sulmeve të ndërmarrë nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli në fazën e parë të luftës. Autoritetet iraniane kanë organizuar një seri ceremonish mortore që do të zgjasin disa ditë dhe pritet të mbledhin miliona pjesëmarrës në qytete të ndryshme të vendit. Qeveria iraniane synon që këto ceremoni të shërbejnë si një demonstrim i unitetit kombëtar dhe i forcës së Republikës Islamike pas konfliktit që ronditi vendin. Për këtë arsye janë marrë masa të gjera logjistike, duke siguruar transport, akomodim dhe ushqim për besimtarët dhe qytetarët që do të marrin pjesë në homazhe. Në sistemin politik të Iranit, lideri suprem nuk ishte vetëm kreu i shtetit, por edhe autoriteti më i lartë fetar, i konsideruar përfaqësuesi në tokë i imamit të 12 në traditën shiite. Për mbështetësit e tij, vdekja në një sulm armik ka një domethënie të veçantë fetare dhe lidhet me traditën e martirizimit. Megjithatë, analistët vlerësojnë se pas pamjes së unitetit që synojnë të krijojnë autoritetet, Irani vazhdon të përballet me pakënaqësi të thella publike, të shkaktuara nga kriza ekonomike, sanksionet ndërkombëtare dhe protestat e përsëritura kundër qeverisë. Pas ceremonive në Teheran, trupi i Ali Khameneit do të dërgohet në qytetet e shenjta të Komit dhe Mashdahit, ndërsa homazhet të tjera janë planifikuar edhe në Irak përpara varrimit të tij javën e ardhshme. Ndërkohë, masat e sigurisë janë forcuar ndjeshëm. Hapësira ajrore mbi Teheran dhe qytete të tjera është kufizuar përkohësisht, ndërsa autoritetet iraniane kanë paralajmëruar se çdo sulm i ri nga Shtetet e Bashkuara ose Izraeli do të përballet me një përgjigje të ashpër. Një 42 vjeçar nga zona e Los Angelesit pranoi fajsinë për dërgimin e mesazheve dhe letrave të rreme të shpërblimit, duke u shtirur si rrëmbyesi i nënës së gazetares Savannah Guthrie. Ndërkohë, zhdukja e 84 vjeçare Nancy Guthrie vazhdon të hetohet nga FBI-ja si një rast rrëmbimi për shpërblim. Një zhvillim i ri ka ndodhur në hetimet për zhdukjen misterioze të 84 vjeçares Nancy Guthrie, nëna e moderatorës së njohur të emisionit televiziv Today, Savannah Guthrie. Në një gjykatë federale në Shtetet e Bashkuara, 42 vjeçari Derek Kadela pranoi fajsinë për ngacmim kriminal, pasi dërgoi mesazhe dhe letra të rreme, duke u paraqitur si rrëmbyesi i të moshuares dhe duke kërkuar pagesë në Bitcoin. Sipas autoriteteve amerikane, ai kontaktoi familjen e Savannah Guthrie më 4 shkurt, duke kërkuar informacion për transferimin e kriptomonedhës. Një ditë më pas u arrestua, ndërsa hetuesit zbuluan se mediat lokale kishin marrë gjithashtu letra ku kërkohej shpërblim dhe vendoseshin afate për pagesën. Megjithse, akuzat parashikojnë deri në 2 vite burg dhe një gjop për $250,000, marrëveshja me prokurorinë parashikon që Kalela të vuajë 5 vite në shërbim prove. Zyra Federale e Hetimeve, FBI, bëri të ditur se disa nga letrat e shpërblimit të marra gjatë hetimeve rezultuan të ishin tentativa mashtrimi, pa asnjë lidhje reale me rrëmbimin. Deri më tani, kjo është e vetmja çështje penale që ka përfunduar me një pranim faji në lidhje me zhdukjen e Nancy Guthrie, e cila u pa për herë të fundit më 31 janar në banesën e saj. Pavarësisht këtij zhvillimi, misteri mbi fatin e 84 vjeçares mbetet ende i pazgjidhur.
FBI-a vijon hetimet duke e trajtuar çështjen si një rrëmbim me qëllim përfitimin e shpërblimit, ndërsa familja shpreson ende për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Në qytetin Real del Monte, trashëgimia e minatorëve anglez vazhdon të jetojë përmes gatimit tradicional dhe futbollit, dy zakone të sjella më shumë se 200 vjet më parë. Ndërsa Anglia rikthehet në Meksik për fazën me eliminim direkt të Kupës së Botës, banorët kujtojnë lidhjen historike mes dy vendeve. Ndërsa kombëtarja e Anglisë rikthehet në Meksik për ndeshjet e fazës me eliminimin direkt të Kupës së Botës, në një qytet të vogël në shtetin Hidalgo, vazhdon të jetojë një histori e veçantë që lidh prej më shumë se 2 shekujsh dy vendet. Në qytetin minerar të Real del Monte, ndikimi anglez është ende i pranishëm në jetën e përditshme. Gjithçka nisi në vitin 1824, kur minatorët nga rajoni i Cornwallit mbërritën në këtë zonë për të punuar në miniera. Me vete, ata sollën jo vetëm përvojën në miniera, por edhe traditat e tyre. Një prej tyre ishte receta e Cornish pasty, një byrek tradicional anglez që sot vazhdon të përgatitet në furrat lokale dhe është kthyer në një simbol të qytetit. Por trashëgimia e anglezëve nuk ndalet te gastronomia. Ata sollën edhe futbollin, duke organizuar ndeshjet e para mes punëtorëve dhe familjive të tyre. Historianët vendas thonë se në atë kohë loja nuk ishte ende rregullat moderne, por pikërisht në këtë fusha u hodhën themelet e sportit që më vonë do të bëhej më i dashuri për meksikanët. Sot në qytetet e Hidalgos, sidomos në Pachuca dhe Real del Monte, futbolli mbetet pjesë e identitetit lokal. Fëmijët dhe të rinjt vazhdojnë të stërviten, ndërsa banorët ruajnë me krenari këtë trashëgimi të veçantë historike. Kështu, ndërsa Anglia rikthehet në Meksik për një tjetër sfidë botërore në futboll, lidhjet mes dy vendeve vazhdojnë të jenë të dukshme, jo vetëm në fushën e blertë, por edhe në kulturë, tradita dhe shije që kanë mbijetuar për më shumë se 200 vjet. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër, na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.